E përmbishojnë të hylin dhe se shpëtona, I mbytur prej ngasje dhe si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaleviti. Martesa dhe jeta bashkëshortore. Të mos ju mundoj problemi zgjidhjes mes martesës dhe mos martesës, në vend që të shkatëroheni pa dobi, duke u përpjekur që t'i jepni përgjigjeve të suaj, luftoni që ta doni me gjithë shpirt Krishtin dhe ai do t'u japë në kohën e duhur përgjigjen që I përshtatet shpirtit tuaj, të cilën do ta pranoni pa detyrim dhe pa mërzitje, por me qetësi dhe kënaqësi. Kështu do të çliroheni përgjithmonë nga kjo pyetje dhe do të ndiqni një rrugë duke lavdëruar Perëndin. Ajo që I quajnë lumturi ekziston vërtet në martesë, por kërkon një parakusht, që bashkëshortët të kenë fituar pasuri shpirtërore, duke dashur Krishtin dhe duke zbatuar urdhërimet e Tij. Kështu do të arrijnë ta duan vërtet njëri tjetrin dhe do të jenë të lumtur. Përndryshe, ata do të jenë të varfër nga ana psikike, nuk do munden të japin dashuri dhe do të kenë probleme demoniake që do t'i bëjnë të pakënaqur. Ata që dëshironin martesën, Jeronti I orientonte në krijimin e një familjeje vërtet të lumtur. Në lidhje me këtë, ai më tregoi: Një I ri erdhi tek unë dhe më kërkoi ta ndihmoja të krijonte një familje të krishterë. E këshillova të gjente një vajzë të dëlirë nga një fshat jashtë Athinës. Ai më dëgjoi, gjeti në një fshat një vajzë me shpirt shumë të mirë që I pëlqente. I kërkoi të martohej me të. U martuan dhe ajo I dhuroi disa fëmijë si kukulla. Tani bëjnë një jetë të thjeshtë dhe të lumtur familjare. Vetëm me anë të hirit hynor mund të bashkohen vërtet dy njerëz. Brenda lutjes bashkohen mistikisht, ai që do përçon në mënyrë të butë, fuqi të mirë. Kështu të veproni. Dal nga dal do t'ju vizitoj hiri e do të hyni brenda gëzimit. Do të bëheni më të fortë, marrëdhënia juaj dhe problemet e ndryshme do të marrin një formë tjetër. Nuk do të inatoseni, nuk do të acaroheni, nuk do të keq kuptoheni, nuk do të kritikoni, por do të triumfojë dashuria. Punoni jashtë dhe brenda shtëpisë me vigjilencë, thjesht, butësisht, pa agoni, me gëzim e ngazëllim dhe me dëshirë të mirë. Kështu vjen hiri hynor. Njeriu që ja jep zemrën e tij Krishtit transformohet. Çifti paqësohet, mendja e tyre hapet, bëhen të mençur, të zgjuar, u mëson të gjitha fryma e Zotit. Në vështirësi nuk dorëzohen, nuk dëshpërohen, por ikin te Zoti që është midis tyre. I ka përcejnë problemet pa u shkatruar nga brenda. Sigurisht që ka edhe raste kur duhen të hiqen si të marrë për hir të Krishtit, duke zgjedhur heshtjen me dashje që të fitojë përfundimisht dashuria. Lutuni vazhdimisht, madje edhe në shtrat ku flini, duke mbajtur njëri tjetrin për dorë, kështu shinjtëroheni të dy. Këshillat që na dha Jeronti një ditë mbas mëson ishin këto. Mos e detyroni njëri tjetrin. Mos ja merrni frymën gruas, por ndihmoje atë. Kungohuni një herë në 2 të diela. Kur njëri ka dëshirë fizike, tjetri mos t'ja mohojë, por të pranojë me gatishmëri, sepse trupi I secilit prej jush I përket tjetrit. Nëse do të kungoheni të dielën, të keni kontakt deri të njëjtën, të thoni lutjen: O Zoti Jesu Krisht, mëshirom. Dhe kur ta thoni, mendoni personin tjetër. Ta përkushtoni bashkimin tuaj në Perëndin me anë të lutjes. Marrëdhëniet martesore I bëjnë mirë çiftit kur është brenda hirit të Perëndisë. Në prag të dasmës së 2 miqve tha: Për këto gjëra, për bashkimin fizik, nuk duhet të ndihet askush në faj, që nga momenti kur u bashkua në kish, është e bekuar. Tani do të thuash, pas kaq shumë gjëra shpirtërore, të shkojnë në kënaqësinë e trupit? Perëndia ka vendosur gëzim në të gjithë krijimin e Tij. Në këtë çështje,
Në riprodhimin e fëmijëve, njeriu është bashkëkrijues me Perëndin. Dhe Perëndia dëshiroi të jepte kënaqësi brenda atij. Hyn në krijim me këtë dhe gëzohesh. Të gjitha këto kështu janë, kur bëhen me ligjin e Perëndisë dhe me devotshmëri. I gjithë krijimi i Perëndisë është gëzim. A nuk pushoi Perëndia ditën e 7 dhe i vështroi ato që kishte bërë? A nuk ndjeu gëzim Perëndia? Thuaj të ndihen të lirë të dy. Kur shoh një martesë që bëhet sipas vullnetit të Perëndisë, prekem shumë. Kështu i ndjej unë gjërat. Kanonet e kishës për distancë gjatë kreshmës dhe disa ditë të javës e të tjerë, ekzistojnë për të kultivuar pastërtinë, thjeshtësinë, sinqeritetin, lirinë dhe unitetin me gjithë krijimin. Është bashkimi nëpërmjet devotshmërisë, sepse njeriu ra nga bukuria e lashtë dhe e kërcënon prishja. Dashuria trupore në martesë ndihmon shpirtërisht. Është e vështirë të ta shpjegoj, por në martesë dashuria trupore bëhet shpirtërore, transformohet. Unë nuk mundem të ta shpreh. Dal nga dal çifti bashkohet shumë dhe me dashurinë trupore dhe me atë shpirtërore. Përparon drejt shpirtërores dhe në fund mbetet dashuria shpirtërore dhe nuk ka nevojë për atë fizike. Por që të bëhet kjo, çifti duhet të përparoj shumë në dashurinë shpirtërore. Dashuria trupore nuk është vetëm për riprodhimin e fëmijëve. Ajo ndihmon në dashurinë shpirtërore, por brenda martesës me bekimin dhe hirin e Perëndisë. Marrëdhënia jashtë martesës ndryshon shpejt dhe bëhet torturë. I ngatëron dhe i torturon njerëzit. Më mirë mos të kisha njohur, thon shpesh. Do me thënë, më pikollove. Ndërsa secili prej tyre rregullon personalitetin e vet, ata përparojnë, punojnë, krijojnë dhe bashkohen. Dhe ata çmenden pas njëri tjetrit pa folur, madje edhe nëse janë veças. Në një çift të devotshëm, shumë të dashur dhe të harmonishëm, që tashmë kishte 6 fëmijë, madje brenda një kohe të shkurtër distancë mes tyre, bashkëshortja, nëna, i sugjeronte bashkëshortit të mjaftoheshin me 6 fëmijë duke ushtruar përmbajtje. Na mjaftojmë, tha, 6 fëmijë dhe në vazhdim të jetojmë me vetë përmbajtje. Burri e dëgjoi me qetësi dhe me gjak ftohtësi gruan e tij të hishme, por u kujdes që të mos binte dakord me njëherë. Ai besonte se për një çështje të tillë serioze dhe delikate, fjalën e parë e kishte ati i tyre shpirtëror, që fatmirësisht ishte Jeront Porfiri. Përpara çdo diskutimi dhe madje para vendimit për këtë çështje, burri i tha gruas së tij, duhet të këshillohemi me Jerontin. Kështu ata vizituan Jerontin dhe gruaja e ngriti çështjen e para duke thënë: Jeront, siç e dini, ne kemi 6 fëmijë dhe tham të mjaftohemi me këta, duke ushtruar përmbajtje që këtë jetutje. Më pas, bashkëshorti, i cili ishte fisnik dhe i sjellshëm, kërkoi të fliste për të shpjeguar fillimisht vetëm fjalën tham. Në bekimin tënd, Jeront, po bëj një shpjegim. Dhe duke u kthyer nga bashkëshortja e tij, tha: Më fal, por ti the tham, ndërsa duhej të kishe thënë thash. Është mendimi yt, pasi unë nuk thash akoma mendimin tim dhe propozova këtë takim dhe diskutim me Jerontin. Jeronti buzëqeshi dhe i tha çiftit të dashur dhe me shumë fëmijë: Problemi nuk është përmbajtja. Problemi është se ju do të lëndoni dashurinë. Djalli do të fut kaq shumë grindje mes jush, sa do të mërziteni, do të grindeni për gjën më të vogël, gjë që do të ndikojë edhe tek fëmijët tuaj. Prandaj është mirë të mendoni më shumë për këtë çështje dhe të luteni, dhe Zoti do t'ju tregojë dëshirën e tij. Një çift i ri i premtuan njëri tjetrit të ruanin përmbajtje në martesën e tyre, që të bënin një martesë të bardhë siç quhet zakonisht. Nisma ishte më shumë e vajzës, me të cilën ra dakord edhe i riu, i cili u bë prift pas martesës. Por ata kishin probleme mes tyre, grindje e të tjerë, të cilat i rrëfyen Jerontit. Më pas ai i këshilloi që të kishin fëmijë, gjë që ata fillimisht e refuzuan, sepse premtimin që i bën të dy njëri tjetrit për përmbajtje e konsideronin si angazhim, ndërsa shkeljen e tij si mëkat.
Por Jeronti i bindi se premtimi i tyre i ndërsjellët ishte i gabuar, sepse qëllimi i martesës është gjithashtu edhe lindja e fëmijëve. Madje u tha se vetë ai do të merrte përgjegjësinë shpirtërore. Më në fund u bindën dhe kur lindën një fëmijë, marrëdhëniet e tyre u qetësuan dhe jetuan të lumtur. Për sa i përket temës së martesës së bardhë, ashtu si rrallëherë haset në jetën e shenjtorëve, duhet shumë kujdes dhe duhet gjithmonë këshilla dhe leja i një ati shpirtëror me përvojë. Jeront, kam frikë të martohem se mos më bie ndonjë grua e keqe. Një grua e keqe mund të jetë rasti yt për në parajs. Një i ri besimtar që u fejua me një vajzë të re që nuk kishte lidhje me besimin, vizitoi Jerontin për të këshilluar me të. Jeronti, i cili u gjend përpara faktit të kryer, pa me njëherë dobësitë të fejuarës dhe i tha në mënyrë karakteristike: "Ec para tani për shenjtërim, nuk ka zgjidhje tjetër për ty. Përpiqu të shenjtërohesh më shumë çdo ditë nga bashkëshortja jote, që do të shohë fytyrën tënde të shkëlqejë nga gëzimi i Krishtit, do të ketë zeli dhe do të dëshiroj të imitoj. Në çdo problem, Jeronti gjente zgjidhjen më të mirë." Jeront Porfiri donte që ne të ndihmojmë të tjerët më shumë me shembullin ton se sa me fjalët tona, të ndikojmë dhe të nxisim në rrugën e Krishtit. Më kujtohet se i tha dikujt që i kishte kërkuar këshilla për të martuar me një vajzë që kishte disa probleme dhe sigurisht që do të kishte probleme më tej pas martesës, siç ndodh me shumë çifte. Për më tepër, ajo vajzë nuk ishte shumë besimtare, prandaj Jeronti i tha këtij djali: "Mirë, është e mundur që të martoheni kështu. Kur ajo do të shoh ty, duke jetuar jetën e krishterë, duke pasur qetësi dhe gëzim, do të ketë zili, dhe atëherë vetë ajo do të dëshirojë të vi pranë Krishtit." Një i njohuri im po merrej me një lajmësi që i bën, por ishte ngurues, sepse pa disa të meta serioze të vajza që pretendohej të bëhej bashkëshortja e tij. E këshillova të vizitonte Jerontin. Ai i dalloi dhe i numëroi të gjitha defektet e saj, duke e përfunduar në mënyrë enigmatike. Por edhe kështu bëhet martesa. "Si bëhet edhe kështu, Jeront?" e pyeti. Dhe Jeronti ju përgjigj: "Ja, me tekat e saj, ajo do të shenjtëroj ty dhe ti do ta shenjtërosh atë, duke nënkuptuar me këtë se nëse do të martohej me të, do të duhej të tregonte durim, tolerancë, mirëkuptim ndaj tjetrit, falje dhe në përgjithësi të gjitha virtytet që të bëhet shenjtor." Duke dëgjuar këto, i interesuar, dha një zgjidhje negative në lajmësi. Ai nuk guxoi të ndiqte një rrugë të tillë shenjtërimi. Kur një burr i martuar i cili nuk kishte grua të mirë, ose ndonjë grua e martuar, burri i së cilës nuk ishte i mirë, e ngrinte kryqin e tij ose kryqin e saj me durim, ai e quante shenjtor ose nëse ishte grua, shenjtore. Dikush që kishte bërë një zgjedhje të nxituar ekskluzivisht emocionale të bashkëshortes, kishte probleme serioze martësore dhe të përgjithshme familjare, të cilat i diskutoi me Jerontin. Në një nga takimet e tyre, Jeronti i tha: "Gjithsesi, gabimin e madh e bëre. Kjo gjë nuk rregullohet. Tani le të shohim se si të përballemi me pasojat e gabimit në mënyrë sa më rezultative." Jeronti ishte realist. Ai as nuk e idealizoi zgjedhjen e gabuar të vizitorit dhe as nuk e la të zhgënjehet nga dërgjegjësimi i gabimit të tij. E udhëzoi në përpjekjen për përballimin sa më mirë të pasojave të pakëndshme të gabimit, dhe kjo përpjekje përbënte një sukses të mirëpritur nga Zoti. Një herë, një i ri njohu një vajzë që kishte në faqe një gung të madhe dhe të shëmtuar. Ai i kërkoi asaj të martohej dhe ajo pranoi. Më pas, ai e prezantoi me të hatin. Ky i fundit u befasua nga zgjedhja e tij dhe kur u kthye vetëm në mbrëmje, i shprehu habin djalit të tij.
Shiko, biri im, nuk mund të gjesh një vajzë më të paraqitshme? Por djali i tij tha me insistim dhe me vendosmëri. Baba, do ta marr, e kam vendosur. Vërtet ai u martua me të dhe jetuan së bashku një jetë të lumtur. Tek ajo ka kontribuar fakti që ky i ri e respektonte atë pavarësisht nga emeta e saj. Lutuni që Zoti t'u jap forcë që të njihni veten tuaj. Është një gjë e madhe të dëshirojë dikush të njohë pasionet dhe të metat e tij, të pranojë që i ka dhe të përpiqet të rregullojë ato dita ditës. Marrëdhëniet brenda familjes janë një palestër e madhe për këtë. Mrekullia më e madhe që bëri Krishti është ngjallja e tij. Të mos harrojmë këtë. Uroj me gjithë shpirt që ngjallja e Zotit të ngjallë në shpirtrat e të gjithë anëtarëve të familjes suaj çdo ndjenjë fisnike dhe të bukur. T'ju drejtoj të gjithë në shenjë të ri dhe të mundi njeriu e vjetër bashkë me pasionet dhe dëshirat e tij. Këtë kërkon Zoti. Tani jeni të ndarë, por fëmia juaj do t'ju bashkojë. Mos u zini para tij, sepse i krijoni trauma psikike. Merrni si shembull pafajësinë e tij. Mos e tërhiqni prapa me mosmarrveshjet tuaja. Me fëmijën që lindet, shpëtuat martesën tuaj që është aq e shenjtë sa të gjitha misteret e kishës son. Ta mendoni gjithmonë këtë imazh që do t'ju përshkruaj tani dhe do të arrini të krijoni një familje të lumtur. Fëmia juaj të mbajë me njërin dorë dorën e njërit prej jush dhe me tjetrën dorën e tjetrit, të shkojë përpara dhe t'ju tregojë rrugën dhe ju ta ndiqni. Kur gruaja jote grindet ndonjëherë me ty, nga që merresh shumë me gjërat e kishës, mos i fol. Dil një shëtitje dhe kur t'i kaloj mërzitja dhe është atje në kuzhinë duke gatuar, përkëdhelja pak kokën ose jepi ndonjë puthje në faqe. Asaj i pëlqen dhe do t'i harrojë të gjitha ato që ja ke bërë më parë. Kujdes, mos e bezdis shumë, mos i shumë fanatik me të, çdo gjë me mas, mos e detyro. Kur burri yt ndodhet në një situatë të vështirë, më mirë mos fol fare. Bëj lutje dhe kërkoju të tjerëve të luten, sepse përndryshe i krijohet një situatë e keqe, nuk gjen gëzim dhe ngrotësi pranë teje dhe pastaj fillon të shikojë djathtas e majtas. Rekomandonte çdo herë, sipas çdo rasti, atë që ishte e përshtatshme për qetësinë e familjes konkrete. Sa më shumë të grindesh, aq më shumë vonohet ai. Tani do të bësh të kundërtën. Sa më shumë që vonohet ai, aq më shumë do të lutesh për të, duaje dhe kujdesu për të. Kështu ai do të ndryshojë pak nga pak. Do të tërheqë gjithnjë më shumë shtëpia, gruaja e tij, fëmijët e tij dhe problemi yt do të zgjidhet. Diçka që më bëri përshtypje tronditëse kur e dëgjova, ka të bëjë me çështjen e kreshmës. Bëhet fjalë për një çift të sapo martuar. Burri e kishte zakon të mbante kreshmën, ndërsa gruaja, për shkak të traditës familjare, nuk kreshmonte. Ajo nuk ishte kundër, thjesht nuk ishte mësuar. Kur ja parashtruan këtë çështje e rëndë Porfirit, ai e këshilloi burrin si vijon. Ti do të kreshmosh, ashtu siç ke bërë deri tani, por gruas mos i fol asnjëherë për kreshmën. Dhe në periudhën e kreshmës, frigoriferin ta kesh gjithmonë plot me ushqime. Gruaja jote le të hajë, kurse ti mbaje kreshmën. Dhe vërtet, siç rrëfeu më vonë ky çift, erdhi koha kur, duke ndjekur këshillën e rëndë Porfirit, tashmë edhe gruaja, e cila ishte njeri me dëshirë të mirë, filloi të mblidhej dhe të shoqëronte të shoqin në çështjen e kreshmës. Dhe kur njëri nga dy bashkëshortët nuk është aq afër Zotit, tjetri me shumë durim, dallueshmëri dhe dashuri, do të bëj lutje ta ndriçojë Zoti, që të ndryshojë dhe t'i afrohet dritës, Zotit të lavdisë. Sot erdhi një çift, njerëz të mirë. Ata kanë edhe një fëmijë. Ajo më e mirë, e megjithatë, unë pash që ata nuk njihen. Vite bashk dhe njëri nuk e njihte tjetrin. Duhet të flasim shpirtit ton siç duhet, për të ndikuar drejt të mirës. Ne duhet të shprehemi nëpërmjet lutjes kur i drejtohemi Zotit
por fjalët tona kthehen përsëri në shpirt dhe ndikojnë. Zoti e di se çfarë mendojmë, por kemi nevojë për lutje. Le të lutemi me dashuri për tjetrin, sikur të jetë vëllai ynë, dhe të duam të mirën e tij, ose më mirë, sikur të jetë vetja jonë. Kur çifti është konfuz nga ana psikike, është e vështirë. Mëkati e bën njeriu shumë konfuz nga ana psikike. Konfuzioni nuk largohet me asgjë. Vetëm me dritën e Krishtit është i mundur qartësimi. Lëvizjen e parë e bën Krishti. E jeni tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur. Më pas, ne njerëzit pranojmë këtë dritë me qëllimin ton të mirë, të cilin e shprehim me dashurinë ton për të, me lutje dhe me pjesëmarrjen tonë në misteret e kishës. Jo sepse duhet, por nga dashuria. Le të jemi të përulur në çdo gjë. Ekzistojnë shumë përballje çdo ditë në çift. Të jemi të përulur në fjalë, mendime dhe sjellje. Le ta ëmbëlsojmë gjithmonë tonin e zërit dhe të lëmë vend për zgjedhje tjetrit. Ti, çfarë thua? Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shën Porfir Kafsokaliviti. Botimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. E përmishojnë të hylindës së shpëtona, pësimet më mbushën me turbullim, dhe shpirtin më mbytën me mërzitje dhe dëshpërim, po ti që të soma o zonjë, me ngushëllimin dhe paqen e birit tënd. Lavdiatit e birit dhe shpirtit shojnë, të lutem o zonjë o Shën Mari, që linde Isuin t'i shpëtome nga çdo rrezik, më ty po përiki dhe të lutem, me tërë forcën e zemrës dhe shpirtit tim. Tani e për erë, e në jetë të jetëve, amin.